Atëherë përshëndetje zoti Burjani, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje edhe juve, faleminderit. Si e vlerësoni vendimin e Albulena Haxhiut për të thirrur seancën në momentin e fundit? A është kjo një përpjekje reale për zgjidhje apo është thjesht një procedurë nga ana e saj formale? Duke pas parasysh që s'ka marrëveshje me disë subjekte politike, pa televizor vetëvendosje me njëra nga opozita, me njëra nga parti nga opozita, atëherë i bie që është më tepër seancë formale dhe për thirrur sa për faqe që shtohet. Dhe për të përfunduar një procedurë të dështuar, normal që ajo procedurë ka më dështuar, dhe kush është më pak as më shumë. Ideja është me provu edhe një herë të minutat e fundit të këtë kohë që kanë mbetur, ndaj nestrave 28 prill, sepse edhe nesra ka kohë jo vetëm çat për të thirrur ndonjë seancë, po me rëndësish me pas marrëveshje politike dhe me njëra nga subjektet. Nëse ka marrëveshje atë në rregull, nëse ka është më mirë me thirrë seanca tek pa natyrisht që janë më tepër show, më tepër i farloj për me dalë televizion edhe për me tregu që janë viktimë lëvizjeve vendose, po jo për treguar se është e gatshme për të zgjedhur presidentin apo që është e gatshme të bëjë kompromis të ardhmshëm që quajnë. Sepse për ta shumë ardhmshëm me grupin përkatësh me opozitën e presidentit. Kjo është shumë e ardhmshëm për ta, por për disa për qytetarët është më e ardhmshme se këto institucione janë bllokuar në kohë të gjatë. Edhe problemi kryesor është tek qytetarët, po jo tek subjektet politike dhe a mund të merren vesh ata ajo apo, sepse ata kanë marrë mandat më marrë vesh. Qytetarët i kanë votuar ata për më marrë vesh, jo për mos më marrë vesh. Edhe jo me bllokuar një tjetrën, edhe jo me kurzu. Por duhet me pas me bë kompromis, edhe me gjetë një zgjidhje para është e moshme në këtë situatë në këtë rrethona, po jo duke dhënë afati si dhe dilën tash të sa da përsëri të mohon me thjesht seancë të jashtëzakonshme për të provu edhe për me luajtur rolin e viktimës si dhe para qytetarëve që makina gatishmëri pa tjetër nuk kanë. Pra kjo është kjo loja, e kjo ka sillet krejt domethënë, ndryshe ata spari duhet bëjmë marrëveshje për shkollën, kjo për pa marrëveshje me shkollën, pas ka lypë atje fare, domethënë shkon atje. Sepse vetëm mundet me fillu procedurën dhe me ndalë në rrugën e parë të votimit, ose vetëm u bë kandidatura e glaukut ose dikojnë aty se ka të bëjë shpytyrën e kandidaturën një të njëjtë, pa marrë parasysh kanë vendosur si kandidaturë, nuk ka varfeshë në opinion publik as ndonjë interesim në opinion publik që mund të dikush preferuar më mirë se një tjetër prej subjektit politik. A e priste Albin Kurti të shkojë deri këtu me të gjithë bujarinë që ai donte të shpërndante jo pak nga pushteti i tij me partitë e tjera? Po, kjo nuk quhet bujari, ti shkruaj bujaria e shkomi, do mund të shkruaj tash burrimi me fjalë popullore të gjithë shqipe, ai me pas ofruar pozitën e presidentit të opozitës, moti zgjedh kjo, domethënë më herë zgjedh problemi dhe i zgjedh presidenti, po ai nuk ka nevojë bujarie këto sepse ai edhe i thotë opozitës propozoja dikon të pavarur, por prapë vendos vetë, a pi pëlqen ajo, a do me përkra ajo. Edhe pse mund të jetë kandidat i pavarur, jo ardhur nga bota akademike civile, prapë se prapë ai mundet me thonë ky kandidat po na duket neve që është unifikues edhe kush e kërkojnë atë. Kjo është një farë loje vicioze që mund ta luajë zoti Kurti. Po kishte seriositet ai, atëherë kishton edhe kës bjerë kondush, po sa kondush. Edhe pasaj e votojna edhe me më bënë një marrëveshje politike LDK-PV, një 5 ministrimi marrë LDK, në anën tjetër me jo dhe eshte të vetën. Po si edhe kryeministri dihet është i vetëvendosës, presidenti vjen nga LDK edhe 5 ministri, ose me Partinë Demokratike të Kosovës me pas një marrëveshje. Po, këto tjerat janë loja. Duhet qenë se ka mbetur vetëm një ditë afat. Sa reale janë gjasat që të arrihet një marrëveshje për presidentin? Po në gjasat nuk duhet të thonë që janë tjerë, deri minutat e fundit. Duhet me provu, edhe nesër do të provojmë, do të provojmë sërish, nesër deri në ora 12 natës me provu me gjetë zgjidhje. Me propozu dikand edhe me ecë shteti përpara, me së në bloku, shtetin dhe institucionet dhe mos më shku shteti këtë në zgjedhje, sepse edhe po shkojmë në zgjedhje pra Kurti që një merr 80 vota në Parlamentin e Kosovës, pra 80% e vota, kështu që përsëri mundet mos jesh aty 50+1, 45, që të dikon 45 dhe 51, prap kur zgjohesh domon. Prap sonë se presidenti ende kemi prap në jetën lojë të luajt.
Pra nëse jena më të interesuar me po këtij lojra si qytetar, po si intelektuale, apo si inteligjencë e shtetit, apo si analista politik, që dush, po kjo më nuk na pëlqen neve me u lujt me neve kështu, me fatin e një popullit të tërë, dhe me kriju jo stabilitet total politik, jo stabilitet ekonomik social, dhe jo stabilitet dhe qëndrueshmëri tetërore të Kosovës në raportet edhe regionale dhe ndërkombëtare. Lëvizja Vetëvendosje u ka kërkuar PDK-s dhe LDK-s që të propozojnë 3 emra konsensual për president. PDK-ja ka refuzuar LDK-n, ku LDK-ja ka propozuar ish presidenten Vjosa Osmani në këmbim të 66 votave për zgjedhjen e saj në raundin e parë. Siç pritej, Osmani rishfaqet në skenën politike si një zgjedhje për president. Si do e presi Kurti këtë kandidaturë? E para, unë mund të them se kjo është një blokadë për zotin Kurti, pasi që Kurti nuk e dëshiron. Po të kishte dëshiruar zoti Kurti, atë kishte thonë, kishte propozuar vetë, edhe kishte kërkuar marrëveshje me LDK-n. E dyta, LDK ka pasur që ekziston konflikti midis dy palëve, midis Kurtit dhe Sajna, dhe propozon atë për të bllokuar atë procesin. Dhe për thonë që na e propozuam, sepse ajo për momentin Vjosa Osmani nuk është as anëtare e Alisë Demokratike të Kosovës. As nuk ka me as e varur as e pavarur, nuk ka kërkundesë, do të definohet edhe statusi i saj politik dhe partijak. Ajo s'ka në këtë statusi definon për momentin, pra do ka ka statusi, por megjithatë është një lojë që e bën atë Shiku, dhe opozita s'është interesuar me marrë vesh për çështjen e presidentit, ata janë deklaruar qartë, janë unik për shkak zgjedhjeve të jashtëzakonshme. E tashti po presim çfarë do të ndodhë. Unë e di që Kurtit nuk i konvenojnë këto zgjedhje fare. E ka denigruar individualitetin e vet politik. E ka prish edhe si lloj qeverisje të kjetë që e ka pas deri më tash, që ka pas shumë probleme në qeverisje, është marrë më tepër me tema sociale. Edhe nuk është mbri Kurtin të marrë tema sociale, prandaj kjo është një farë shtyrje domosdoshmë e kot. Mendoni se mes kandidaturës së Vjosa Osmani dhe zgjedhjeve të jashtëzakonshme, Kurti do të zgjidhte këtë të dytin? Po Kurti për momentin e zgjedh kontonaj. Nëse ati na i konvenon, e jap pajtimin, ta bëjmë propozimin, po unë mendoj që ai vetë luan lojra, se ju thot propozon e dikant, mirë po prapë mundet me vendos vetë, thot ky s'u pëlqen, ai s'u pëlqen, dhe mund të du se ky nuk është figurë konsensuale, ky s'bën, ky ka qenë përzim politikësh me subjekte politike të tjera, edhe kur që kërkojnë edhe mund sillet e vështilla që çdo çubullore prapë jemi në gjendjen e njëjtë, në një rreth vicioz të padalshëm, sepse vetë kanë kriju kështu, domethënë VV-ja, unë mendoj që aty në Kurti nuk i konvenon kjo fare. Fare nuk i konvenon me denigru me vetën politikisht, mos të kjo ka hup mjaft shumë, si individ politik ka hup në kredibilitet qytetar. Nëse qytetari vedisu e ka po që ka ndodhë me do 2 vjetë që nuk është i zoti me bo tolerancë, me kriju stabilitet, me kriju edhe tolerancë për ka të fleksibilitet në zgjidhjen e probleme, atër si vynë që qytetarëve një njeri tillë i cili çan zgjedhje çdo 9 muaj. Nëse do të rizgjidhet Vjosa, çfarë i mbetet Kurtit? Po s'ka shanse për rizgjidhet, po edhe nëse zgjedhet Vjosa, ajo i bën që do të jetë një konflikt i ngushtë në politikën e jashtme të vendit, sepse ajo ka tjetër këndrime edhe tjera qëllime politike ndërkombëtare si Vjosa Osmani, ka edhe një strategji të vetën të formuar, e formuar nga politika ndërkombëtare, ka qenë shumë e dëshueshme, dhe e ka pranuar secilin koncept të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa shtete evropiane për të përpara Kosova. Prandaj është një figurë e cila nuk i ndihmon Kurtit gjatë dhe nuk bashkëpunon me Kurtin. Kurti dëshiron të gjetë një bashkëpunëtor për veti, që nuk e ngusë me fjalë popullore në politikë të jashtme, por merret me çështje të brendshme formale ceremoniale, asnjë e ka shtuar vështirë me gjithë, dhe Vjosa nuk është figurë ceremoniale, po ajo është e fuqishme në kuptimin e asaj në gjë politikë vet, nuk e vetë kërkon dhe ka kompetencë në kushtetuese, domethënë aty 30 kompetencave të saj është edhe politika jashtme, që për mendimin tim presidenti i shtetit dhe kryeministri ish dashur me vazhdimsi me bashkëpunu dhe me koordinuar në politikën e jashtme, meqense mbajnë të postet e përkatësisht kompetencat e kësaj natyre. Njëri ekzekutive edhe tjetri ka të drejtë domethënë me negociu politikisht, më marrë me politikën ndërkombëtare,
Mu marrë dhe me njoja ndërkombëtare për Kosovën, pra ka edhe zhvillimin e diplomacisë publike ndërkombëtare kështu me radhë, pra këta do të më koordinu si dy figura politike. Jo, na do të mbetim i kërkohesh, do të mbetim me probleme ose me ato kriza që i dini edhe ju. Sot ka pasur dhe një debat për speciale në Komisionin e të Drejtave të Njeriut me Sartan Beramit dhe deputetes Shqipe Selimit. Si shikoni pozicionimin e Kosovës në tërësi në procesin e ish komandantëve të UÇK-s në Hagë? Unë mendoj që është një proces i padrejtë, natyrisht, por tash ajo që është tash po shihet, domethënë Kosova vetë ka pranuar domethënë legalitetin e themelimit të një gjykate tek këtij tipi, këtij lloji që nuk dihet as ndërkombëtare vendor, mirë po thuhet është vendore sepse është punë e Parlamentit të Kosovës. Përderisa ekziston një marrëveshje ndërkombëtare për themelimin e kësaj gjykate, siç e dini edhe ju, midis BE-s dhe Kosovës, dhe asnjë Napol nuk mund të shkruajë marrëveshjen për kryer punën kjo gjykatë deri në fund. Pra dihet kur shkruhet kjo gjykatë për ta kryer punën e vet deri në fund, ose kur s'ka fakte dhe e shkruan veten në mungesë të fakteve dhe dhënave të tjera apo evidencave hetimore, dhe në këto situata kur ka problemet atë nuk ka nevojë me kanë më, ose kur e hup edhe mandatin, domethënë kur e hup mandatin me të cilën e ka marrë atë që e ka kryer punën. Pra kur të kryen punën kreta e hup. Janë 3 situata domethënë tek kësaj gjykate, prandaj këto nuk mundesh në mënyrë të njëjtshme me shkruajt marrëveshjen, por tash kjo mbet që është edhe do të më respektu këto çështje, që ka bën më shumë as më pak. Dihet ky proces çfarë është më shumë proces politik se sa që është proces gjyqësor, hetues ndërkombëtar, ka probleme të mëdha, domethënë edhe në evidencat e dëshmive, pra kryesisht procesi u bazuar në dëshmi, po jo edhe në fakte materiale, përveç fakteve gojore ose dëshmive që për ta janë baza kryesore, tjera fakte është shumë vështirë kjo gjykatë u gjen dhe ka pas shumë probleme me zgjedhje. Prandaj është bazuar kryesisht në dëshmitë e dëshmitarëve, domethënë. Dhe kjo është këtë historia kësaj gjykate, përndryshe kjo gjykate, domethënë, e tipit artificial, hibrid, duhet me nxjerrë vendime, tash është fundi kësaj teme, nuk mund të tash me çu veten para se me nxjerrë një vendim për gjithë këto raste që kanë ndodhur deri më tani, dhe për të shkuar përpara, domethënë, ndryshe unë mendoj që tash kjo është kërkesë të cilën e ka kërku vetë Kosova përmes themelimit e një gjykate të tillë, të cilën e kanë kundërshtuar shumica e qytetarëve të Kosovës, edhe lëvizja vendosje ka kundërshtuar. Mirë po, këta vetë që janë atje, këta vetë e kanë përkrahur dhe janë tash ku janë atje, duke menduar që ata mund mi garantuar një pafajësi. Kërkush të garanton në procesin të çojë pafajësi, po të garantojnë vetëm faktet. Prandaj, këta dosh me ditë që nëse ka fakte kundrejt tyre nuk dosh me pranuar një gjë të tillë, ose dosh Kosova me themelu vetë një gjykatë, vetë me bë gjykimin këtu në Kosovë, por pa hyrë marrëveshje ndërkombëtare me BE-n dhe me struktura të tjera ndërkombëtare për shkuar një proces i tillë përpara dhe për themelu një gjykatë të tillë. Por roli ndërkombëtar është relevant në të gjithë këtë dollovi që Kosova po përjeton tashmë? Si edhe një herë pyetën se dëgjoj. Por roli ndërkombëtar është relevant në të gjithë situatë që Kosova është duke përjetuar tashmë? Po jo, se nuk është në dobitë e Kosovës me ekzistuar një stabilitet funksional institucional i shtetit, jo stabilitet i raporteve midis vendeve regionale dhe ndërkombëtare, një politikë jo stabile dhe një kredibilitet i mungueshëm. Domthonë, s'ka kredibilitet askush në këto rrethana, në këto situata, edhe pse për momentin vetëm Kurti është legal dhe është kuvendi i Kosovës, duke përformuar të tjerat janë probleme të cilat po përshfaqen tana variantat, tana mënyrat me variantën e vet. Pra, kjo është çështje që Kosova mas pak i konvenon, reagimet janë ndërkombëtare të mëdha ndaj Kosovës dhe ndaj institucioneve dhe partive politike. Por problemi kryesor është që po marrin vesh ose nuk po dojnë me kuptu që nuk guxojnë me kriju kësi situata skandaloze dhe më kon për shtetin e Kosovës dhe me kriju skandale tjera të cilat mund me i kushtu Kosovës shumë në raportin e integrimeve evropiane dhe antarësimin e organizata ndërkombëtare. Por ta din mas miri që bëjnë këto punë si parti politike, opozit dhe opozit, dhe ta është i dikujt i konvenon kjo lojë, po duket i konvenon edhe dikujt na jashtë e Kosovës. Ish me ndodhë kjo bashkët kështu, po dikujt i konvenon edhe jashtë Kosovës shumë.
pa ma parasysh kujt, domethënë më shumë disa shteteve që janë domethënë kundërshtuese të Kosovës, por ka edhe ndoshta edhe shtete tjera të cilat me beje cilët mendojnë që nuk ka situata e mirë për me bë një asociacion ose nuk ka shansa mu bë një asociacion i si komunave serbe që është i kundërshtueshëm Kosovë prej gjithë, domethënë jo vetëm për një subjekti, s'ka më në Kosovë një parti politike që i thot atij asociacioni po me draftin evropian i cili është skandallos si drafti i cili parashet që arbitrazhi zgjidh problemet e pakicës serbe, po pa arbitrazh nuk më zgjidh asnjë problem. A ka një mesazh të heshtur nga Washingtoni dhe mbi gjitha një përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë që po zhvillohet mbi territorin e Kosovës, ku kujtojmë këtu që dhe letra e Donald Trump për Vjosa Osmanin, ku sipas të gjitha gjasave presidenti i Shteteve të Bashkuara ka vënë firmën pa e lexuar fare. Si do të ndryshojë kjo diskursin politik në Kosovë? Po, nuk besoj që do të ketë një pak si farë ndasje midis politikës evropiane ose gjermane dhe amerikane. Pa më parasysh kush është kandidati në lojë. Dihet që Trump e ka preferuar dhe ka referuar ose mund ta ketë referuar administrata amerikane, ndoshta ja Trumpi direkt, po administrata e tij, njerëzit e tij, politikat, shkërtarët e tij, politikat amerikane mund ta kenë këshilluar Vjosa Osmanin për me bë për kështu me marrë sërish kandidaturën dhe mos gjithë sërish presidente, por kjo nuk do të thotë që ashtu. Por natyrisht se aty një konvenant si SBA dhe Gjermanisë me pas Kosova institucione funksionale, stabile dhe me hyrje raporte normale ndërkombëtare, po jo me kriza dhe me këto tema çfarë janë ka ndodhen në Kosovë. Edhe për ta mbyllur, cili është komenti juaj dhe si është lexuar në Kosovë deklarata e deputetit të vetëvendosjes për burgimin e përjetshëm të ish komandantëve të UCK-s, njëjtë si të Naim Murselit? Po, kjo është absurd, po të kish pas organet e rendit, ish dashur me marrë organet e rendit me këtë çështje, domethënë sepse nuk mund të paragjikohet një procedurë e tillë dhe të bëhet krahasime të kësaj natyre që s'kan lidhje njëna me tjetrën si problemi. Pra, këto e më tepër inate janë absurde, se cilat janë të papranueshme edhe për lëvizjen vetëvendosje, sepse edhe ata janë distancuar nga një deklaratë e tillë dhe tër Kosova është distancuar nga një deklaratë e tillë, e cila është e tërshme, është e tmerrshme, që me mu krahasu domethënë me njerëz të kësaj natyre ose me tipe ose modele krimesh të cilët nuk kanë lidhje me ata Hagës. Domethënë ata për çka arsye e marrin Hagë. Atje është këtë diçka tjetër të ndodhë, pra nuk bën këto krahasime në asnjë variant dhe kjo është e papranueshme në të gjitha segmentet të analizave që mund bëhen.